deri kur ne ta fusim zonjën Shqipëri në salonin e madh kryesor të Shtëpisë Europiane, vetëm shqiptarët e bashkuar me mua dhe me ju këtu mund të mbrojnë drejtësinë e re nga çdo rrëvajtje destruktive e kënetës. Mund të mbyllin negociatat me BE-n brenda 2 vitesh. Mund të rrisin prodhimin e përgjithshëm kombëtar, që kur ne morëm detyrën ishte më pak se 10 miliardë euro, nga 25 miliardë euro që është sot në 35 miliardë euro. Mund të rrisin të ardhurat për frym, që ishin vetëm 3.000 pak euro kur ne morëm detyrën, nga afro 10.400 euro që janë sot në të paktën 15.000 euro. Mund të rrisin pagën mesatare në sektorin publik, e gjetëm 372 euro, nga 1.000 euro që është sot në të paktën 1.200 euro, apo pagën e përgjithshme mesatare që ishte 322 euro, mund të arrisin nga 830 euro që është sot në të paktën 1.000 euro, pa harruar pensionet dhe pensionistët, të cilët ne jemi shumë të vetëdijshëm që meritojnë më shumë nga të gjithë dhe kanë përfituar më pak nga të gjithë. Prandaj dhe për pensionet, për gjithë kontribuesit në skemë, ne do ta ngjisim mesatare në 400 euro, ndërsa minimumin do ta synojmë deri në 200 euro. Ose pagën minimale, që ishte 157 euro. Ne u them atyre mund ta ngrenë me votën e tyre për ne qysh prej janarit 2026 nga 400 euro në 500 euro dhe në Shqipërinë 2030 ta kemi në 650 euro. Por të votosh për Shqipërinë 2030 në BE, do të thotë të investosh për një Shqipëri të re, edhe në aspektin financiar, sepse me uljen në sofrën e madhe të familjes së Bashkuar Europiane, Shqipëria do të ketë, fal arkës përbashkët të asaj familje, një buxhet solidariteti ekstra çdo vit. E thënë ndryshe, nëse në këto vite ne kemi marrë nga BE-ja diçka më shumë se sa 1 miliard euro, nga cilat 90% janë kredi dhe vetëm 10% janë grant, para e falur, kur Shqipëria të ulet në atë sofër, do të marrë të njëjtën shumë 1 miliard e ca euro, por ama çdo vit. Dhe nuk mbaron këtu, sepse tek ajo shumë si antar të BE-s, 90% do t'jetë para solidariteti, grant e falur, dhe vetëm 10% do t'jenë kredi. Vetëm për fshatit, për bujqit dhe për fermerët, BE-ja na ka dhënë në tërë këto vite shumë më pak se sa 200 milion euro. Po në Shqipërinë 2030, kur të bëhemi antar të saj, do të marrim 300 milion euro në vit vetëm për fshatin dhe për bujqësinë. A e kuptoni? Shqiptarë dhe shqiptare, motra e vëllezër kudo ku jeni, se sa historike është zgjedhja e 11 majit në çdo aspekt, që nga siguria kombëtare tek sundimi i ligjit njësoj për gjithë dhe patjetër tek mirëqenia ekonomike dhe sociale. Pasaporta e BE-s për shqiptarët nuk është një tjetër dokument udhëtimi, po një status i ri i qytetarie. Për ne si banor, ndër më të vjetrit e këtij kontinenti, që mbase si askush në këtë kontinent, kemi kaluar nga piciri në picir, dhe kur nuk i jemi dorëzuar dëshpërimit, por i jemi dorëzuar vetëm kësaj ëndre, që më në fund
na është hapur qelli, na është rreshtuar ylli i fatit në një vijë me yjet e Europës. Tamam, si në atë ëndrrën e vjetër të Eneas, i cili përpara se t'i jepte lamtumirën Helenit, djalit Priamit dhe Andromakës, në Butrint, në vizionin e qytetrimit, që do të sillte lulëzim në tjera vise, në Europë, shikon vlezër, prej shpirti dhe dashurie, popull të moqëm, që do të ndërtojnë një ilion të vetëm dhe do të bëhen një realitet i vetëm. Pasaporta shqiptare e BE-s është digniteti ynë kombëtar dhe europian, i cili bëhet i pa diskutueshëm më nga askush. Është digniteti i shqiptarëve të Europës. Ata në Greqi janë të parët që më vinë ndërmend, që me pasaportën e BE-s nuk do të kenë më nevojë për asnjë dokument njohjeje nga shteti atje, të ekzistencës tyre të lishme në Greqi, duke filluar nga njohja e viteve të pafundme të punës e çapune, që do të bëhet automatike sa po të marrin pasaportën, jo greke, shqiptare të BE-s. Sepse pensioni do t'ju njihet si qytetar të BE-s. Digniteti i fëmijëve tanë, kudo qofshin, me një pasaport shqiptare si kjo e sotmja, që nuk do t'jenë më të huaj në territorin e BE-s, po do të gëzojnë të njëjtat të drejta dhe privilegje, njësoj si nxënësit, njësoj si studentët e vendeve të BE-s. Digniteti i çdo shqiptari dhe shqiptare, që kur të thoj drejt BE-s me atë pasaport, nuk do të ndalet më nga asnjë polic dhe nuk do të hyjë më në asnjë radhë veçantë, dele zeza. Në asnjë pikë hyrje të BE-s për të dhënë llogari ku po shkon, sa lek ka me vete, kush e ka ftuar, sa do ri, edhe pastaj pa hyrë akoma brenda për t'i dhënë përgjigje pyetjes kur do ikësh. Sepse BE-ja nuk do të jetë më e atyre. BE-ja do të jetë Shqipëri dhe Shqipëria do të jetë BE.